ullur. Çfarë ju shtyu? Faleminderit për ftesën, çfarë më shtyu? Insistimi dhe këmbgulja, iniciativa e shokëve të klasës të këtij nxënësi që në kurisë të tim ban një jetë shumë të dhimbshme. Tragjedi ndoshta do të thoja. Ishte kjo arsye që natyrisht unë insistova me emaile dhe përgjigja ishte tepër pozitive. Kjo më gëzoi pa mas dhe shpresoj shumë që më shumë dashuri të realizoj një ëndër që ndoshta Ilia nuk e kishte parë. Por kush është Ilia të dashurimit? Kush është ky djalë i vogël që rritet pa nën dhe pa baba dhe jeton në kushte vërtet të vështira, e lufton çdo ditë për mbijetesë? Ju ftoj të ndiqni filmin e tij. Shkolla është familja e përkohshme e Ilias. Mësuesit janë prindrit e tij dhe këta fëmijë janë miqt dhe të afërmit e vetëm që ka. Ligjërisht është ende fëmijë, por vuajtjet dhe përgjegjësitë i ka për një të rrituri. Ilian kam pasur shok të ngushtë, e kam njohur që në klasë të 4, më duket, kemi qenë në një klasë bashkë, ishim në orë të mësimit, kur iku mësuesja, mbetëm vetë nxënësit në klasë, edhe e pyetëm pse përse nuk ka ardhur Ilian në shkollë, edhe ai na tha që i vdiqja jema. Se mja jeton në një vend të errët, nuk ka ngrohje, nuk edhe në shkollë, faktikisht kjo është edhe arsye që nuk vjen në shkollë, sepse në mëngjes nuk ka kush ta nxjojë, edhe jeton krejt i vetëm. Gjëja që do t'i uroja unë Ilias, ishte që ai të mos dorëzohej, por të vazhdonte shkollën, që kur të rritej ai të bëj diçka në jetë, sepse edhe tani, edhe më vonë do jemi gjithmonë për krah të tij, që të ketë një jetë sa më normale. Nuk ka nën ta zgjojë nga gjumi e t'i përgatis mëngjesin. As baba që ta pyes për notat e t'i kontrolloj detyrat. Fëmijët e tjerë shoqërohen nga prindrit për në shkollë, ndërsa ai është rritur jetim dhe në shkollë shkon me dëshirën e tij. Nuk ka mbaruar ende 9 vjeçaren, por ka mësuar të mos përkëdhelet. E ka disiplinuar veten të jetojë sikur të kishte kontroll mbi kokë. As nuk mendon të kërkojë çokolata e akullore, por mjaftohet me vaktin e vetëm të gjellës që ja mundson një fondacion. Nuk qanë se ka ftohtë, dhe as nuk pret që dikush ta mbulojë. E di që me ndihmën sociale prej 2700 lekësh nuk paguan dot as gjysmën e qeras së kësaj dhome të mirë. Është munduar të kërkoj punë, por askush nuk e pranon për shkak të moshës që ka. Unë jemi nga shoqet e klasës të Ilias. Në këtë klasë kemi menduar që gjithmonë Ilias të qëndrojmë sa më afër, edhe unë veçanërisht të qëndroj aty afër. Di që ai është një djalë që ka shumë talent për pikturën dhe ka dëshirë të bëhet një piktor i madh dhe tjetër dëshira e tij është që të bjerë një degje muzikore e cila është kitarja. Fal muzikës dhe miqve në shkollë, ai përpiqet të harrohet në gëzimet e vogla të fëmijërisë, sepse e di që në mbrëmje, kur të përballet me heshtjen e vetmisë, mungesën e ushqimit dhe lagështinë e birrucës ku jeton, ai do të burrërohet sërish, e do të dëshpërohet që nuk ka mundësi të ndryshojë gjërat. Ilia, mos harro që nuk je vetëm. Më shumë se për të do vlen për atë klasë 8 vjeçareje në Korçë, si dhe për ju, mësuesen e këtij djali që ne kemi sonte me studio. Mirëmbrëma Ilia. Ilia, mirë se ke ardhur në Më Shumë Dashuri. Pyetja e parë që kam është si u ndjeve kur mësove që shokët kishin shkruar në këtë program. Me ke ndjekur ndonjëherë Më Shumë Dashuri? Po, e kam ndjekur. Në fillim më ndjeva pak i ndrojtur. Por më pas shokët më mbushën mendjen që të vija dhe pse të mos ndihmohesha edhe unë. Ilia,
jeta jote, dita jote, mungesa më e madhe që ndjen? Mungesa më e madhe është dashuria e nënës, e prindërve. Ku jeton Ilia? Jetojnë në një dhomë që ka 2 krevate dhe një televizor. Është shumë e errët dhe e ftohtë. Është një dhomë me qira, po jo? Po, me qira. Ku ty të duhet të paguash çdo muaj? 45.000 lekë. Ndërka që pensioni që merr që kur ke humbur nënën është vetëm? Është vetëm 27.000 lekë. Dhe pjesën e mbetur të kësaj shume që ai duhet të paguajë çdo muaj për të paguar qiran, ja paguan klasa këtyre fëmijëve të vegjël. Mirë, unë pres nga asistentët këto çaste të më sjellin diçka, sepse Ilia sonte duke filluar që nga ky moment jeta jote do të ndryshoj pozitivisht. Të dashur miq, unë do doja që t'ju bëja të njohur një kostum elegant. Ke veshur kostume, Ilia, më njerë? Ja. Këtë kostum do ta veshësh sonte, pak më vonë, sepse kjo mbrëmje ne do donim që të transformojë në një fest të vërtet për ty dhe në një fest që do të zgjasë jo vetëm një çast, do të zgjasë gjatë. Ky është një kostum magjik, të dashur miq. Është një kostum magjik që do të ndryshoj jetën e këtij djali. Unë me fanatizëm e kthej njerë në mënyrë që Ilia të mos kuptoj se ç'bëhet. Ku është Shqipëria? Gjeje pak në glob këtu, pikërisht këtu përballë çizmës i Italisë, shumë bukur. Por ky është edhe një glob ëndrash. Është një glob ku është gjeografikisht e shtrirë një botë e tërë. Është një botë nga e cila ti ke shumë për të zbuluar Ilia nëpërmjet librave, ndoshta edhe nëpërmjet udhëtimeve në të ardhmen. Është dhe një glob ëndrash, sepse bota ka 7 miliard banor afërsisht, ose më saktë 6 miliardë 790.000 vetë, që do të thotë 6 miliardë 790.000 ëndra. Kjo do të thotë që ti nuk je vetëm, sepse në këtë shifër kaq të madhe njerëzish, jemi të sigurt që ka shumë të tjerë që kanë ëndrat dhe problemet e tua. Ndaj sonte kujtohu, ne jemi pranë, ti nuk je vetëm. Por, në këtë glob ka një surprizë akoma edhe më sensacionale, është një surprizë ku është ëndra jote, ku është pikërisht ajo që ne tham, dëshira për dijen, për kulturën, për edukimin, për jetën. Dhe unë këtë çaste për të zbuluar, sepse jam dhe vetë shumë kurioze se çfarë ndodhet këtu, do doja të ftoja një zotëri të nderuar, është zoti Dilaver Koçiu që ndodhet këtë herë pas portës së dashurisë. Ta ftojmë. Çfarë ju ka sjell në shumë dashuri sonte? Në radhë të parë ndihemi privilegjuar që do të ndihmoj në zbulimin e një enigme shumë interesante. Në radhë dytë, Alketa, në emisionin tuaj për më shumë dashuri, mendoj që lehtësuat sadopak dhimbjen e Ilias për atë fatkeqësi që i ka ndodhur, që ka humbur familjen. Por unë jam këtu të them që një zotëri me një zemër të madhe e mori këtë dashuri, e shumëfishoi nëpër masa të mëdha, e shtriu në një kohë shumë të gjatë, dhe që sonde Ilia kalon në kujdesin për një mirëritje më të mirë, në kujdesin e këtij njeriu me zemër të madhe, në edukimin dhe në shkollimin e mëtejshëm të tij. Ky është dhe një besoj se kështu plotësohet dhe një amanet dhe dëshirë e munguar e prindërve të Ilias. E vërtet. Dhe ne shpresojmë që kjo të bëhet realitet. Por le t'ja lëm fjalën globit. Le të hapet globi. Përpara se të hapim globin, unë dëshiroj ta shpall. Ta shpall sepse kam qenë vetë dëshmitare asaj që do të ndodh me jetën e Ilias në të ardhmen. I dashur Ilia, shikon, nuk ka vetëm në Dubai hotele me shtatyje, ka edhe këtu në Shqipëri vende me shtatyje, po me shtatyje të vërtetë, ë? Unë kam qenë atje dhe e di se do të thotë për një fëmijë në kushtet e tua dhe në situatën tënde që të ndryshosh jetën 360 gradë. Ilia, pak muzikë emocionuese, ju lutem se dhe vetë jam shumë e kënaqur që do them këtë lajm. Atëherë, së shpejti Ilia ti do të flesh në pyll, por e them këtë në mënyrë figurative, sepse pylli do të hyjë në dhomën tënde.
Është një model I shkëlqyer I jetesës dhe I edukimit për një fëmijë në moshën tënde, edhe në periudhën e verës ti do të kesh mundësi të pushosh në pishinën që gjendet mes gjelbërimit dhe të jesh spektator në një sallë kinemaje dhe koncertesh të mrekullueshme. Do të ushqesh për 6 vjet me një kuzhinë të shëndetshme. Do të festosh ditëlindje në një sallë fantastike festash. Dhoma ku do të fleshësh ndër të rrallat në kryeqytet ku mund të thithësh oksigjen pa kufi se po vuajmë shumë për këtë oksigjen në kryeqytet, me thënë të drejtën. Çdo mëngjes kur të zgjohesh, ti do të kesh një pamje të shkëlqyer nga vetrata e xhamit në dhomën tënde, do të kesh pemë të gjelbëruar, cicëri mazogj, do të kesh 24 orë ujë të ngrohtë. Do të kesh, kur të shkosh në krevatet e kësaj dhome edhe disa patanie të ngrohta me inicialet e tua të personalizuara si dhurat nga këta njerëz të veçantë, që nesër nuk do të ndjesh më as suferinën e ftohtë, as acarin e dimrave me dëbor në Korçë, që janë dimra të aftë dhe të ftohtë. Dhe më e rëndësishmja e të gjithave, I dashur Ilia, vetëm 2 hapa nga kjo dhomë. Ti do të kesh shkollën ku do të mësosh, sepse kjo dhurat vjen nga Instituti Arsimor Wilson, që të dashur miq, për 6 vite ky instituti shkëlqyer arsimor ku çdo prind do të donte dhe do të ndëronte të arsimonte fëmijën e tij. Do t'japi këtë ndryshim rrënjësor në jetën tënde dhe e gjitha ndodh fal vizionit dhe mirësisë së presidentit dhe themeluesit Zotit Lulzim Masha, një njerëz i jashtëzakonshëm. Zoti Lulzim Masha, kjo që po bëni sonte në jetën e këtij djali është e paharuar për ne dhe për të. Të dashur miq, në qoftë se këtë mirësi, këtë bamirësi kaq të madhe do ta konvertonim në një vlerë të ardhurash, ajo për 6 vite ka shifrën e 50.000 euro. Dhe përpara se ta shpallim zyrtarisht, do doja të thoja që sonte ti nuk do të shkosh më në Korçë. Mund të kthesh atje për nostalgjinë e viteve që ke kaluar kur ke lindur dhe je rritur, por që sonte ti do të flesh në dhomën e re të këtij konvikti privat, të këtij instituti arsimor, që do të bëj të shohësh gjërat nga një kënd vështrim tjetër. E pra, së bashku do të lexojmë zyrtarisht atë çfarë shkruhet. Bursë e Institutit Arsimor Wilson. Sot në datën 21 mars 2009, Instituti Arsimor Wilson me përfaqësues zotin Lulzim Masha, në funksionin e presidentit të këtij instituti, I jep bursë të plot me konvikt fëmijës Ilia Prishka për mbarimin e shkollës nëntëvjeçare. Për mbarimin e shkollës nëntëvjeçare dhe të mesme pranë këtij instituti. I urojmë Ilia suksese. Ilia, je I lumtur. Çfarë dëshiron ti thuash këtyre njerëzve? Dhe të falenderoja nga thellësia e shpirtit dhe është dhurata më e bukur që kam marrë në jetën time. Tani, hapin një vend, se me këto pamje që pash të dashur miq, mua më ka ardhur dëshira të rikthehem gjimnazit. Po, është shkolla e jashtëzakonshme. Kështu që edhe një herë faleminderit Gretës që ishte këtu, faleminderit edhe një herë Zotit Masha, një mirësi e jashtëzakonshme që kemi ndarë sonte me ne. Ndërsa këto çaste do duhet falenderoja një mik të programit tonë, zotin Ilir Çumani, I cili gjithmonë ka qenë pra rasteve të fëmijëve jetim, me ide dhe dëshirën e tij për ndihma të vërteta. Mirë.
Duke ju